Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur me nda me juve edhe një vete për juve motrave që jeni të mbaj dietën edhe po më shkruni. Pra, motër e dashur, ne jem të mbaj dietën, kilogram pi humbin shumë mirë, por e kemi pra për barkun, po dojna po ashtu me humb, sidomos që motrat mas lindjes, e kemi barkun shumë të madh. Krejt çka e nevojiten janë vetëm folje nylon e kuzhinës, edhe atë recetën që kom postu me kanel për ndryshe cimet, është për humbje të barkut. Për juve motra shembull që keni barkun e madh, edhe komt po ashtu të rasha shumë, sidomos ka pjesa e kukave, edhe delni me ecë, ose delni me vrapu, ose keni këtë biciklën në shtëpi që është pra i grani biciklës në shtëpi. Pa morë parasysh çfarë sporti bëni, edhe mas pari, bismillah, e pini, normale vazhdoni dietën, por për barkun, po thëmë konkretisht kjo recetë, për humbjen e barkut, e merrni foljen e kuzhinës edhe e mbështjellni barkun, që qësoj kohë pra që bëni sport, 1 orë asaj bëni, ose ecni për 1 orë, ose vraponi, ose në bicikl që shëseka me parë në shtëpi. Për gjatë qësoj kohë, e mbështjellni barkun, kur të bëni ushtrime, edhe komt knina ka kukat po ashtu që i keni trosha, dikush ka probleme me kukat të gjoma, ka qenë më dopsu ka kukat, dikush barkun e madh. Kryesisht pra është për barkun edhe për kukat kjo veta që desha ta ndaj me ju sot. E mbështjellni barkun mirë 1-2-3 herë me folje nylon të kuzhinës, edhe knina ka kukat pra e mbështjellni, delni me vrapu ose jeni të bëj ushtrime të shtëpia për 1 orë, deri sa t'je djersitni pra mirë. Ashtu kështu djersitni prej sportit, po ashtu 2 fisha 3 ma shumë djersitni prej foljes. Edhe nuk është as pak e dëmshme. Tash të janë nisin të ne shqiptarët, mos e i prish veshket e mos e i prish ato. Mi pakshyrë të ne, që i prishim veshket na, gjithë ditën e shembull rinia sotit, me majica, me bluzat shkurta, gjithë ditën barkun e kanë gjblut, në tefere që shtojmë ne. Dimën e verë, cëlla kavta, që ato e prishin veshket ma shumë, se që kjo për 1 orë as pak hiq. Folje nylon që e përdorim edhe për ushqimet tona që i mbështjellim, që i konsumojna. Pra nuk është as pak rrezik, edhe mundeni secila prej juve ta përdorni këtë folje. Kur të hekni foljen, keni me pa pra sa ujt ju ka dalë, sepse shkrihet dhjomi, sa djersa ju ka dalë për i trupit jo. Qashtu shkrihet pra dhjomi, duke djersit se ty vëtë najt ullën ka u që aty kom e mi kom, nuk je djersit as ju, as unë, as një, kur të rejmi ullën. Kështu që provani motrat e dashura. Si thash, e pini qatë qajnë që kom qitë e gjenë të kanalin, pra me cimet për ndryshe kanel, e pini edhe kur të bëni ushtrime, pra pa morë parasysh vrapim, stërvitjet në fitness që i bëni kur shkon për juve, ose deni me vrapu natyrë, ose me ecë, ose bëni ushtrime thjesht të shtëpia e grani që soj biciklës që thash, krejt njëjt është për hekjen e barkut, pra shkrirjen e dhjomit në pjesën e barkut, merrni pra foljen edhe njerë për them, edhe pështjellni barkun 3 herë, rreth, po ashtu edhe kukat, edhe shefni pra vetë. Kështu deri sa të arrini ju atë peshën që dëshironi. Keni me pa vetë edhe keni më bind vetë, pa asnjë efekt anësor, është që ja vlen ta provoni secila prej nesh. Juve ju përshëndes përzemërsisht, e ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, faleminderit që më ndjekni, për komentet e bukura deri në videon e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them mirë pafshim.